Fillimisht për shenjave që mi pas parasysh se a kemi zemrën e ngurtësuar apo jo, pra është kontakti ynë me librin e Allahut. Pastaj është edhe qasja jonë ndaj vdekjes. Jo më kot pejgamberi Allahut na ka këshilluar me përkujtu vdekjen më shpesh. Sa që ka thonë ekthiru min dhikri hadimil ladhat. Përkujtoni sa më shumë që të keni mundësi shkatruesin e kënaqësive mashtruese. Për arsye se përkujtimi i vdekjes është rikthim në realitet. Dynjaja është glabruese, është joshëse. E glabron shpejt njeriu nëse ai nuk ndërmerr masa të shpëtimit dhe të mbrojtjes. E ka këtë aftësi. Nëse ne tregomi të pakujdesshëm në drejtim të dynjas, në të mirësive saj, do të harrojmë edhe vdekjen. E madje nëse na përkujton dikush vdekjen do të irritohemi prej saj, për shkak të mishërimit tepërt me çështjet e dynjas. Por besimtari i devotshëm ka krejtësisht ndryshe qasin. Besimtari i devotshëm është i lumtur kur e përkujton vdekjen, sepse përkujtimi i vdekjes e mban realitet. Përkujtimi i vdekjes i haruan vetdijen e shëndosh. Përkujtimi i vdekjes e mbron nga gafleti, nga shkujdesja. Për këtë arsye, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar me i vizitu varrezat. Edhe arsyeja kryesore ka thënë është sepse ato u përkujtojnë ahiretin. Kur i shohim varrezat, realisht e shohim veten një ditë në ato vendbanime. Edhe e dim që aty do të jemi një ditë ne. Edhe duaja që thuhet kur vizitohen varrezat çfarë është? Assalamu alaikum ahlet diyari min al-mu'minin wal muslimin. Selam për ju, paqe dhe bekime nga ana e Allahut, o ju banor të këtyre vendeve, të varrezave prej muslimanëve dhe besimtarëve. Wa inna insha Allahu bikumul lahiqun. Dhe ne shumë shpejt do t'ju bashkangjitemi juve. Es'alullah lana wa lakumul afia. Allahu na fal edhe neve dhe juve. Por kjo është duaja që thuhet në varreza. Pse thuhet? Për mja përkujtu vetes që një ditë ti, madje shumë shpejt, do t'jesh me ta aty, në botën e berzahut. Se këtë qëllimi, këtë synimi është na mos me humb vetdijen tonë, mos mu shpërqendru prej realitetit të pamohueshëm, realitetit absolut që është dalja para madhërisë së Allahut.